Kategoria e parë, program televiziv dedikuar të gjitha kategorive të publikut. Të veprimtarit të kauzës son kombëtare Sejdi Idrizit. Këtu pari është bashkëshortja e të ndjerit Zonja Atifete. Ju keni jetuar një jetë të gjatë me veprimtarin e kauzës son kombëtare. Mësuesi Sejdi ka pasur mjaft shok, mjaft jarana. Kur vishin ata tek ju në shtëpi, ju kujtohet se si I pranonte më drejt, si I pranojshi si misafir? I pranojshim si shok, si ka pas shok. Zonja Atifete, a mund të na tregosh kur policia, gjendarmeria e atëhershme, policia kur vraponte pas gjurmëve të burrit tuaj, me një rast ai e ka fshehë edhe flamurin. A mund na tregosh ku e fshehi flamurin? Flamurin. Më qefi, unë më qefa. Ku drejt e fshehët? Po, gjerina me njërë shtajtë mësave të më shtajnë. I vëllai I Elmazit, Sejdiut dhe ju Sigari. Që mund na thoni rreth parë për të ndjerët Elmazin dhe Sejdiun, rreth parë për Elmazin? Ato kanë pas do të se I bollë, e kanë gjek ato kombin shqiptar një dajmë, nuk sasone. Ashta puna, po e në prap kanë kanë në si për katëndartë, kanë projtë, asone. Kanë qatë zotët ti, aso. E shtejnë, Elmazi, ma pak shkolla ka pasë, nuk ka pasë, asone, shkollën fillora I ka pasë. Ma ka kanë I hetëm, I dalëm, e kanë njoft pak
si tepër edhe. Qa që i Zoti ka konë. Historien e shqiptarëve e kanë mbajt një tajmë. Se a i mban të mjën të mazi shumë edhe. Pa asone. E kemi bua muhabete të tretë në asone. E qëtejne, kur ka kanë në burg Sejda, baba e Lulit, për atëherë të ka ma gjoje jeme më shjelën në punë politikës. Se më bëshim muhabeten me atë qetrin. Sfrigishim se dhe ngatrojmë të krarë. Përse zotni Sejda u fut në burg? Për një fjalë. Se shkojmë në Turkije dhe më një muhabet më një ndonë ma shone, se shkojmë në Turkije ne imi merë këta. Me pa qëllimin ato që të ndreshe edhin. E për qashë mrapa, në ata kër e ka folë sot fjallë ako, më 2-3 vjetëve, më boha jo mrapa. E i ka hip qefi të kuj edhin. A gjabojmë filanit, e gjabojmë. Shtejnë, vetë kuptuanë në njëri qetërit bëjmë në... Garip Idrizi, mund të na përshkruani ditën kur u burgos vëllau juaj? Po, ditën kur u burgos, burgos e kanë marrë në Kloç. E unë e kumë konë në gjatë të punau me gjithë vllajnë tjetër. E ka përcija i gjipi. A thau kja Sejda, unë se ne pash. Ama i vllaj tjetër tha më duket se Sejda kja. E po, shtejnë pi tjarës atëjnë, për ti urës, tjarës. Sa unë tha të shkoj, tha të shko. Për shkojnë Kloç, e këshin marë vëtë ba. Ditën e 9-it, nëntorit, 55 kjo ka kanë. Pas i doli prej burgu vllau juaj, si u trajton të pushteti atëhershëm socialist? Pushteti nuk e mirshin në punë. A kishe drejtën e kishe që të jenë punë, ai ndodhi datën së në kazoj kursi, rej shëqirin do t'jaki këta, me këni ndeju, dhe një merë, do t'jaki e në kis një bëllaj, e në vëllaj Sejda, e murën në basë të poshë. Po shkojnë, se nuk e mirshin punë, isha i Milki i Vratnetës, kretar komunën këta në të artë. Tha, marë tha orgjem, tha, a i një punë, kim të si snija, tha, ki tha nuk mash, për çka, tha, po kësha, tha, ka kanë, tha, më njerë e boni edhin. Tha, po, pse, a kjetë drejtë sa të një punë, tha, unë e kom drejtë, mu nuk më prënaj. Për çka që nuk e të jenë une. Haj, tha, njësë e tha, dhe të shko, tha, në komune. Ma të fjallë, ma pa shkoj në komune e pranohën. Pas vdekjes, së mësuesit, Sejdi Idrizit, si ndjehet sot familja juaj, edhe me vllaun Elmas, edhe me Sejdeju? Nuk e di, vend si mu lavdrau pak, po si në mbrajnë. More vesh? Sa i ka borë Slatina? Se në mbrajnë, po pse? Aj, që të janë këta në smintarë këta unë e dinë. Shkollën, ka e drejta kur e nesën këndi. Ka shpej bakis dhe ka aldin. U bon shkaktar që i vjecja, bërtëndi me dënja, se të bon të foli, e hoqen shkollën pjegje, nuk bon. E pranë këndi udhës për në gjadë kër shkojmë kësha në gjathë. Në gjathë ka pas më halën kim të si snija, cila familjen ataj, cila më halë ataj, mali këtë.
shtej ku e pat qëllimin, nuk bën shkolla këto se rreth reka është. More veshtë. E në atë e hoqë. Hajtë të që mbet shtejnë këto shkolla ku do buhet edhe. Qatë që shkolla pat vendën në shpejat e që ka ndër shkolla, sa freke i vetë që e boni, që e dini hikmin që i kanë pas ato, frek që e so, a kënë plan që në ajo e shkollas tese. Andë i këndi e liraun për të zvestën e do ka të ndartë. Sa kje gjallë e vllaj, nuk tha se kum hakat për shkollën unë, meritet në shkollas, po filonja i Zotit. Si sot pensionist, veterani i arsimit në Slatin. Ju jeni bashkohënik, keni vepru me drejt, keni qenë koleg pune me mësuesin Sejdi Idrizi. Mbresat tuaja për një personalitet si që ishtë i ndjeri edhe pse i ekskomunikoar për rrjedhat shqiptare, deri më sot as një fjalë e thonë në opinion për të. Mbresat tuaja për një koleg të tillë. Të flasësh për zotni Sejda Idrizin, se ne ashtu i themi Sejda Idriz, ke shumë të flasësh. Mund të flasim në 3 drejtime. Si arsimdashës, si patriot dhe si njeri në vend ku ka jetuar. Si arsimdashës, mund të themi më shumë pasi në atë ideja kemi qenë edhe unë më ato. Zotni Sejda, bashkë me zotni Sniun, të parët kanë qenë të cilët e kanë hapë shkollën shqipe në Slatin dhe kanë ditë të shkruajnë shqip. Përndryshe, të gjithë të parët, natyrisht kanë mësuar në shkollat serbo-kroate, edhe shkrimi ka qenë në gjuhën serbe. Nuk e di cilin vjet është hapë në Slatin, shkolla e parë, por e di që ato i kanë qenë të parët. Kanë qenë tepër të angazhuar, posaçërisht edhe basi bëhet fjalë për zotni Sejdan. Ky minjëherë pas mbarimit të shkollës, kam marrë përsipër përveç që i kam mësuar nxënësit e rregullt, kam mësuar edhe kurset masdite të vajzave të cilët kanë pas nevojë të dinë, posaçërisht edhe të rive të cilët deri atëherë nuk kanë qenë të inkuadruar në shkollë. Zotni Sejda ka qenë njëri që kur njëherë nuk ka shku i pa përgatitur mësim. Çdo herë kërkohet apo nuk kërkohet e konspekti, ai e kishte me vete. Ka qenë shumë pedant
në punë, edhe në veshje, e dinte se arsimi e donë ashtu, po ashtu edhe në punë si thash më parë. Suni Seda nësit e ka desh shumë tepër. A nuk dinte kur njëherë ta ndëshkon dhe një nëzonës, por vetëm dinte ta lavdron, vetëm dinte ta udhëzon, ta edukon në atë mënyrën, ashtu si e donë arsimi. Unë kam qenë në njerë i tretin bas Zotnis Sedës dhe Zotnis Sniut, që kam vazhdu shkollimin. Para te, prej vitit 1966, kur ai ma para ka qenë ka punu një kohë të gjatë në fshatin Kloq, kur erdha unë në Tearc, edhe ai erdhë bashkë. Unë u thitshim klasën e 5, edhe ai klasën e 5, bile kishim edhe disa fotografijat kur ka qenë si kujtisar klase në klasën e 5. Ati punoj 2 vjetë. Mandej e qunë në Kloq prap, mirë po, dal nga dal, në vitin 1974, u hapë shkolla Slatin, dhe prej atëherë deri në penzion ka punu Slatin. Shkaku i hapjes e shkollës Slatin, basi nxënësit e Slatinës kanë shku në klasë të ulta në Leshk, klasë të nalta në Tearc. Slatin prej një vitit 1955-56, derisa u mbill shkolla e Slatinës, ne kemi mësuar në këto dy fshatra. Ai ndinte të nevojshme që të ngrihet një iniciativë të ndërtohet shkollë. Kështu që në vitin 1968 ai u bë kryetari i bashkisë lokale, ku filloi me të madhe të nxitim atë problemin e hapjes së shkollës. Edhe me një iniciativë tonë si arsimdashës, posaçërisht ai njerëzisht në rend parë u thiqte atë vallen, arritëm me shumë mundime, me shumë sakrifica, ku dukush donte të hapet, dukush nuk donte të hapet, si i tha edhe vetë vllau, arritim që të ndërtohet shkolla e Slatinës, aq sa që ai ka për pak do të pësonte edhe prej atine që nuk e dojshin arsimin, kishe edhe atë tillë, do të pësonte edhe, do të kush mund të edhe ta likvidonte bile për një kohë shkurt ashtu ishe. Mirë po, nuk tha ashtu sikur se deshën tjerët. Një thënie thot kështu: aty ku hapet një shkollë mbyllet një burg. Më saktë, 74-sha e shekullit të kaluar për Slatinën është motoja për cilën thash, dhe të kjo u hap shkolla. Tash flasim në aspektin etik, si njeri, si burr. Çfarë virtytesh kishte Sejdi Idrizi? Zotni Seda, thashur edhe më parë, ai ishte edhe njeri. Përveç asaj, thonë përpara ishte edhe njeri. Ai donte që Slatinën të shef sa më të bukur, sa më të rregulluar, sa më të renditun, njerëzit të mundohen të i hapin rrugët për shkollim të matutjeshëm, dhe çdo herë pra këtë ka pas si dëshirë të vetën. Aq sa që bile ndonjë diçka tjetër që ndërtohet në Slatin. Se ne unë kam qenë gjatë kohë në bashkinë lokale, kemi shkruajtur ashtu vetë kontribute, atë kemi pas dorë të djathtë. Ullete me secilin, a është fëmijë, a është i rritun, a është moshaniku e tij, a është ma plak, atë pritte secili si dashamir. Edhe çdo herë kur do të hinte në muhabet me ato, ai e rregullonte punën që ne kur shkojshim pastaj
të bëjmë dhe një aksion, veç e kishim të përgatitur. Kjo ishte për Zënisedën, do më thënë si njeri. Ana kombëtare e tij, vërtet me cilin edhe mburet Slatina dhe mbar rajoni ynë. Më intereson edhe pse ai ka qenë i thtar i shkollimit, mos shpërnguljes së shqiptarëve nga këto troje, dhe haptas ka manifestuar idealin e tij për bashkimin e trojeve shqiptare, mos saktë në Shqipërisë etnike. Edhe për të edhe dënohet. Është veprimtar me njerëzit më meritor të kombit, për të flas për trevën e Pollokut. Si u reflektu personaliteti ati në Slatin, pasi që ju edhe këni pas kolegë? Unë e pak para thash, kur fillun që të mbrin generatat e reja, atë nuk dishin si ta ofrojnë ma tepër, basi e dishin se ai është njeri që e don njeriun, e don vetveten, e don kombin, e don do me thënë të mirën e ati kombit. Ai ka punu mjaft, ne nuk kemi bisedu shumë atëherë, për shkak se koha isha atill, tash jo se ai është afrigu prej meje, por shumë nuk kemi komuniku, vetë dim se ai ka punu mjaft për mos shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi. Dhe ajo e bëni që ai të ndërshkohet natyrisht me njerëz të cilët kanë pas qëllime të tjera, të errta, ato e kanë detyruar që të shkojë deri atje. Mirë po, ja sot ato e përmendin për të mirë, e kanë si të mirë, ju po vetëm ata, tash unë edhe familjen, ajo që është më e rëndësishme, do me thënë, e tëm familja tash, është në sy të mirë të fshatit, e mos të themi tashmë për tjerët. Mendoni se Slatina ja ka shlyer borxhin Sidi Idrizit? Shumë do të punoj Slatina për t'ja shlyer borxhin. Por mjaft është që ka fillu tash të hecë. Përderi sa sot kemi mjaft student, kemi mjaft njerëz të arsimum, ajo ka qenë edhe dëshira ati. E përderi sa sot kemi njerëz, do më thëmë me një fjalë, edhe pse ai i ndjeri nuk është këtu, ai me atë, si kur t'ishe, do t'kishe një gëzim të madh kur do t'i shifte këtë plejat të njerëzve të cilët janë në rrugë të arsimit të shkollës. Keni vepruar më saktë koleg me ndjerin Sidi Idrizi. Edhe pse kuptohem shumë çka për personalitetin e tij. Mbresat tuaja për këtë personalitet të ekskomunikuar deri më sot. Së pari njëherë ju falenderoj juve që keni ardhur të bëni një intervistë të tillë, që nuk e harruam këtë person. Mbresat e mia janë shumë mëdha. Shumë ka për të folur, edhe pse para folsi përmendi shumë gjëra, shumë shembuj të mirë,
edhe unë pak më shkurtimisht mos e marko. Zëdin Sedi Idrizi ka qenë një ndër pishtarët e parë të arsimit në këtë trevën e Pollogut, mendoj këndej Tetovës, së bashku me Isni Abdullah. Njeri i dashur, njeri me plot fjalë, me plot kuptimin e fjalës, saqë çdo herë në gojë mbante pra adetarizmin, por njeri edhe arsimdashës i madh i shkollës. Unë personalisht do ta kisha krahasuar në Sedi Idrizin për themelimin e shkollës Slatinës që u ngri ky objekt me Afroditën. Po pse? Me të vërtet kushtet kanë qenë pak më të mira që ka pas mundësi të veproje. Mirë po prap ishte shumë vështirë. Se në një vendbarim ku mungon pra objekti i shkollës, se fillarja mësonte në fshatin Leshok, Kret Maqedon, edhe në fshatin të Ars klasët e larta. Edhe kështu ishe shumë keq të bindish njerëzit pra që të ndihmohet për shkollën, se në fillim ishte ajo që të jepen pra edhe me para të ndihmohet të rregullohet objekti i shkollës. Po edhe shumë e vështirë ishte pra edhe të caktohet vendi. Po bash pse ai pra u theshte këtë. Kishte njerëz pra që mendonin edhe e ngjitshnin atë Zisejtën. Edhe ai pra edhe vendi i shkollës pra kur vung të gurthemeli i saj u lëviz shumë vende. Binte për fat keq bashkë në ato vende pra të cilët ishin bashkëpunëtarët e dikujt tjetër. Po porosia atij deri diku ka shumë vend, por duhet ende më tepër të punohet. Ende më tepër, sipas porosive të tia, po ti që në ndjek atë rrugë, edhe pse ka që 30 vjeç kjo objekt shkolla, duhet e pak më parë dhe më parë të eshme. Por gjenerata e re e ndjekën në rrugë, edhe gjithni mundohet pra t'i plotësoj porositë e tia. Por ne kemi një borxh madh Zënë Sedis. Këtë në emërtimin e shkollave, ajma e dishim kohën e periudhës komuniste se atë që do të vente pushteti, atë do të vente emri firmës shkollës. Nuk e sillëm ne që firmën e shkollës ta kemi emrin e tij. Ai do të ngeli për kujtim një herë për gjithmonë, se për atë ka fliju jetën. Nuk e ka fliju jetën e se do të shkolloj fëmijët e vet, pa të ti punësohen në atë shkollë, se fundi nuk është vendi për inkuadrim atij. E kam fjalën për punëtor, po vendi ku merr ditoria, vendi i shet. Edhe këtë ne këtë borxh që kemi, borxh të madh e kemi. Edhe duhet ne pra që të përpiqemi, që të bëjmë diçka pra, unë nuk e nënshmoj këtë emrin e shkollës që ka, ama e ka për një titull më të lartë në për institucion. I ka uzës kombëtare, një herit edhe arsimdashësi, edhe pse të rjetën e tij ja kushtoi arsimit dhe ngritjes së vetdijes kombëtare në trevën e Pollogut, më saktë në Slatinë. Ai pas vete la 6 fëmijë, 2 vajza dhe 4 djemë, ndërsa këtu pari I kam 2 djemët e tij, zotri Agimin dhe zotri Lulzimin. Zotri Agim, me sa kuptova edhe ju gjurve të prindit. Kuptova se 78-ën në kohën e Jugosllavisë titiste, keni qenë I dënuar për aktivitete kombëtare. Cilat ishin shkaqet që ju burgosat atë botë? Po, në 14 tetor, 76, kom shku ushtar, me 4 qershor, 77-ës, jam para burgos me qëllime propagandë armiqësore kundër sistemit komunist. Për që kauza e qenë 120 ditë para burgim, duke pas parasysh se e kam pas preardhje prej prindit. E mbyshin atë kauzën se preardhjen e kam pas prej prindit, babait, Sedi Idrizi. Për të njëjtën gjë edhe ai që qenë I dënuar, dhe jam dënuar me 8 muaj jetë lirie, me bashkëpunëtarët e Kosovës, ti 3. Njëri ja dënuar 20 muaj, njëri
16, njëri 1 vjet, ullë 8 muaj. Duke pas përësi se njëtën rrugë kemi trasu sot e kësaj dite për bashkimin e trojave. Lulzim Idrizi, edhe pse mësuesi i ndjerë ka lënë mjaft emra simbolik. Ju si Lulzim, jeni vërtet ideali që la prindi për ju, vazhdohet rrugën e tij? Po me siguri që unë kam vazhduar edhe rrugën e tij, pasi mbarova shkollën e mesme, ishte dëshira e tij që unë të ndjeki pra fakultetin e gjuhës dhe letësisë shqiptare, të cilin e kreva me sukses, dhe ishte një farë mënyre edhe amaneti i tij, pra ose insistimi i tij që unë një ditë pra ose të mshite kështu me ditar në dorë, pra në shkollën ku edhe ai e kaloi një pjesë ose bukur të madhe të jetës së tij. Zotri Agim, mendoni ju se amanetin e prindit tuaj jeni duke e përcjellur në vend? Po 50%, po 50% jo. Po amanetin e tij jam të përcjell nëpërmjet fëmijëve të mi, duke i shkolluar, duke arsinuar djalin e madh Ndrina që mbaroi fakultetin shkencët kompjuteristike, ku ai të ishte gjallë, me vërtet do të mburej me pasardhësit e tij, me nipat e tij, që sot e ka ditëm shkojnë në studime. Ajo është. Zotri Lulzim, fare në fund. 2007 bëhen 20 vjet që ka ndërruar jetë veprimtari Sejdi Idrizi. Keni ndërmend ta manifestoni këtë 20 vjetor dhe t'i hiqet pluhuri këtij personaliteti në rafshin kombëtare me theks të veçantë në regionin tonë? Po është pak problem të gjërat që unë t'i inicoj si pasadës i tij, por me siguri që tani veç që disa gjëra kanë filluar televizin, pasi që para me rastin e 28 nëntorit, pra ditës së flamurit dhe shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, neve si familje na u bën një nder i madh pra nga komuna e Të Arcës, ose më konkretisht nga kryetari i komunës së Të Arcës, ku pra prindi ynë pra bashkë me shumë veprimtarë të tjerë u dekorua pra për nder të 28 nëntorit. Por mendoj se neve si familje mund të ofrojmë material të bollshëm për një manifestim të tillë, ose për të festuar për vjetorin ose 20 vjetorin e vdekjes së tij, por kjo të le të mbetet më shumë pra të tjerëve, pra për ta vënë në vend, pra ose për ta quar në vend, ose në një farë mënyre edhe për ta nderuar personalitetin e prindit tonë të ndjerë. Sejdi Idrizi lindi në vitin 1923 në fshatin Slatin, ndërsa ndëroi jetë 1987, po në këtë fshat, për veprën dhe shëmbulltyrën e tij në jetë,